Sofra Event Kanada organizoi më 7 mars një mbrëmje të veçantë kushtuar ditës ndërkombëtare të gruas. Një event që mori për masat e një spektakli të mirëfillt televiziv. Atmosfera e mbrëmjes u dokumentua në çdo detaj nga stafi profesional i Alp TV Kanada, duke kthyer këtë fest në një kujtim të bukur artistik për komunitetin shqiptar në Kanada. Programi u moderua me elegancë dhe profesionalizëm nga Clarissa Matarangasi dhe Clint Uzuni, të cilët me energjinë dhe komunikimin e tyre të natyrshëm krijuan një lidhje të veçantë me publikun e pranishëm. Mbrëmja mori një tjetër dimension artistik fal interpretimit të dy emrave të njohur të skenës shqiptare, Mira Konci dhe Davis Xherahu. Një duar trokitje të fortë dhe plot dashuri. Mirë presim në skenë, Mira Konci! Në mbrëma gjithve, tani këto fjalë nuk janë klishe që po them, po vërtet jam jashtëzakonisht e lumtur. Për faktin se gjithë më duken shumë bukur edhe shumë të mirë, që kështu jam shumë e lumtur. Përveç kësaj, mbledhja sonte është për një gjë shumë bukur, sublime që vetëm ne gratë e kemi, pra festat e 78 Marsit, që kështu është dyfish shumë e bukur, dhe organizimi dhe gjithçka puna që ka bërë Gojardi është një mrekulli që kështu mezi pres ta shijojmë gjithë së bashku. Gëzuar. Të gjitha nënat, motrat, vajzat, gëzuar, sepse pa ju nuk do kishte jetë. Drejtimi artistik nga Gojard Kodra u dallua për kujdesin në çdo detaj, duke dëshmuar edhe një herë se arti kërkon vizion dhe drejtim nga artistë që e njohin dhe jetojnë skenën. Koncepti i mbrëmjes, ritmi i programit dhe harmonia mes muzikës, atmosferës dhe publikut krijuan një event që mbetet gjatë në kujtesë. Në këtë mbrëmje festive nuk munguan as fjalët përshëndetëse. Të pranishmit i përshëndeti atasheja e kulturës dhe e dërguara e ambasadës së Shqipërisë në Kanada, zonja Albana Çelosmani, e cila shprehu mirënjohjen dhe respektin për gratë shqiptare. Në fjalën e saj, ajo theksoi rolin e jashtëzakonshëm të gruas shqiptare ndër breza, në edukimin e fëmijëve, në forcimin e familjes dhe në kontributin e palodhur për ruajtjen e identitetit dhe vlerave tona kombëtare. Çdo shoqërie të fortë qëndron shpirti dhe përkushtimi i një gruaje. Gruaja shqiptare është simboli i qëndresës. Ajo ka mbajtur mbi supe peshën e historisë, duke ruajtur gjuhën, traditën dhe vatrën me një dashuri të pashuar. Për ne që jetojmë këtu në Kanada, figura e gruas shqiptare merr një dimension tjetër.
Ju jeni heroina të heshtura, që keni sfiduar distancën dhe keni ndërtuar një jetë të re në një tokë të huaj, pa harruar kur rënjët trengavit. Jeni ju, ato që i edukoni fëmijët me krenarinë e të qenit shqiptar kudo që ndodhen. Jeni ju që imigroni vlerat tona më të mira në këtë mozaik multikulturor kanadez. Sot, ju uroj jo vetëm festën, por ju falenderojmë për çdo sakrificë, për buzëqeshjen tuaj dhe për energjinë që i jepni komunitetit tonë këtu në Kanada. Gëzuar 8 marsin të gjitha grave, kudo që ndodhen. Faleminderit nga zemra. Zonja dhe zotri, si që jeni në djeni, Sofra Shqiptare dhe Alt TV Kanada, janë 2 iniciativa që burojnë nga Unity Vision dhe i përkastin të jetës familje, që punon për kulturën dhe komunitetin shqiptar. Me këtë rast, kemi kënaqësinë të informojmë se Alt TV Kanada ka filluar përgatitjet në disa projekte të reja televizive që shumë shpejt do të jenë pranë jush. Si emisionet Gjua e Nënës, Qeshurini dhe Shija e Kujtesës. Programe që do të sjellin kulturë, humor dhe kujtime shumë të bukura të traditës sonë. Për emisionin e parë, kam kënaqësinë të ftoj në skenë ideatorin e këtij projekti, zonjën Ardiana Goljen. Faleminderit Ylli. Faleminderit. Po, unë jam para yjeve të muzikës, kështu që do mundohem mos flas shumë. Në ratë të parë gëzuar festën mësueset tona të dashura që na kanë mësuar gjuhën. Gëzuar ditën e grave. Por para se të filloj, a ka nëna dhe gjyshe këtu sonte nëpër tavolina? Gërtiti një herë. Faleminderit të gjitha juve. Po, arsye që unë pyet a ka nëna dhe gjyshe, është sepse veshat ju falenderoj nga zemra të gjitha nënave dhe gjysheve që për gjenerata na kanë kaluar traditën, na kanë mësuar vlerat e familjes, na kanë mësuar, si me thënë, etiketën sociale, na kanë mësuar recetat e kuzhinës, por dhe na kanë mësuar gjuhën e nënës. Dhe prandaj menduam që sonte ishte dita më e bukur dhe momenti më i bukur që t'ju lajmërojmë se së bashku me Alp TV po bëj një program të dedikuar fëmijëve. Do thoni ju që pse ju edhe pse ne. Në Kanada jemi mbi 41.000 shqiptar dhe mendohet mbi 100.000 shqiptar etnik që janë në Kanada. Por, për arsyen që pse ne, du jap një shembull personal. Unë kam 35 vjet në Kanada dhe kam 2 fëmijë. Djali 35 vjeç dhe vajza 30 vjeç. Djali flet pak shqip, kupton pak dhe lexon pak. Ndërsa vajza flet, kupton, dëgjon, shkruan dhe lexon shkëlqyshëm. Atëre, cili është ndryshimi do thoni ju? Ndryshimi është sepse me djalin ishim shumë të zënë, prindër të rinj, të ngarkuar, por me vajzën ishte interneti, ishte më e lehtë që të gjenim libra, por mi të gjitha ishte komuniteti shumë më i madh. Dhe fal zotit Ilir Lena të pasqyrës shqiptare, që i bëri intervistën e parë vajzës time. Fal gjithashtu zotit Ramazan Këllezi që bëri shqiponjat e vogla dhe e tërhoqi. Por mbi të gjitha, ndoshta ju e njihni, unë them Ruki Kondaj, edhe pse unë jam nëna, e meriton sepse me zor e ka detyruar vajzën time që të përfshihesh në komunitet. Pse do thoni ju ishte rëndësishme? Ishte sepse vajza ime për herë të parë unë ndje krenare që ishte pjesëtare e këtij komuniteti shqiptaro-kanadez. Ajo i dha nxitjen që ajo të donte të mësonte shqip. Prandaj Ruki shumë faleminderit, jam mirënjohëse si nën. Por ti lidh të gjitha së bashku. Kjo është arsyeja që ne menduam që të bëjmë programin Gjua e Nënës. Që si t'ja bëjmë më të lehtë prindërve që të kenë sa më të lehtë ta gjejnë programin në YouTube, e para, e dyta, të kemi lexues nga komuniteti.
të kemi gjyshe, gjysër, nëna, vajza të reja dhe mësues. Atëherë do t'i bëjmë fëmijët që të kenë një lidhje emocionale me programin. Nuk është thjesht si robot që të dëgjosh një prallë. Programi do jetë 10 deri në 12 episode, do shfaqet një herë në javë, dhe si thash, lezuesi do jenë nga komuniteti, fëmijët do jenë nga komuniteti, dhe çdo mision do ketë një lidhje shpirtërore mes fëmijëve dhe komunitetit, dhe shpresojmë që të ndihmojmë prindrit që t'i mësojnë gjuhën shqipe fëmijëve të tyre. Prandaj të lutem, bëni subscribe ke Alp TV Kanada, që të merrni informacione se kur do fillojnë xhirimet dhe kur do fillojë të shfaqet programi që do jepet një herë në javë. Gjatë gjithë mbrëmjes, muzika, ushqimi tradicional dhe atmosfera familjare krijuan një ndjesi të veçantë bashkimi. Në disa momente, edhe fëmijët, të mbushur me energji dhe dëshirë për të vallëzuar, i u bashkuan ritmeve të muzikës, duke i dhënë sallës një gjallëri të bukur. Ishte një mbrëmje që gëlonte nga gëzimi dhe krenaria. Një mbrëmje që të bënte të kuptoni se brenda asaj salle jetonte një Shqipëri e vogël në zemër të Kanadas, ku këngët shqiptare këndoheshin me mall dhe ku tradita, kultura dhe dashuria për vendin vazhdojnë të jetojnë përmes komunitetit.